Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dje në Kuvend pati përplasje verbale mes deputetëve të Aleancës për Shqiptarët dhe Ministrit të Transportit Aleksandar Nikollowski. Kjo përplasje nuk u bë as për koridorin 8, e as për autostradën Shkup-Llaç, po për një konflikt verbal që filloi krejtësisht për akuza të natyrave tjera. Për të kuptuar detajisht se çfarë ndodhi dje në Kuvend, për të folur më detajisht për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat se a do ta mbështet opozita me theks të veçantë deputetët e Aleancës për Shqiptarët, a ka debat të mirëfillt mes pozitës dhe opozitës shqiptare në Kuvend, këto dhe të tjera ne sonte do t'i bashkëbisedojmë me deputetin e Aleancës për Shqiptarët, zotin Riad Shaqiri. Mirëmbrëma, zoti Shaqiri, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që të paraqesim qëndrimet tona. Zoti Shaqiri, po e filloj me ngjarjet e fundit që ndodhen dje në Kuvend. Në fakt, ishin mbase edhe ngjarjet e ditës që për cilën u diskutua dhe u transmetua në gjitha mediat e vendit. Po ajo që pam ne prej jashtë ishte një përplasje verbale me Ministrin e Transportit, zotin Aleksandar Nikollowski, për një çështje që ai akuzoi liderin e partisë tuaj dhe kolegu juaj, zoti Snop, që kërkonte nga zoti Nikollowski që të kërkoj falje ndaj shtetit shqiptar për akuzat që kanë ngritur më herët. Megjithatë, për të na shpjeguar detajet nga ky konflikt verbal, a ishte rreziku që të eskalonte situata edhe në prag të një konflikti ose përplasje fizike, sepse pamjet e tjera akoma nuk kemi parë? Faleminderit për pyetjen. Dje në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut kishim seancën ku zakonisht opozita ka të drejtën të parashtron pyetje deputetësh në kabinetin qeveritar. Në mesin e pyetjeve që patmi seleksionuar ne si Aleancë për Shqiptarët, ishte edhe poemtimi i zotit Nikollowski, që është nënkrijetar i VMRO DPMN-s dhe njëkohësisht është edhe nënkrijetar qeverie, por njëkohësisht ushtron detyrën e Ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, që deklaroi se gjoja zoti Ilir Meta, ish presidenti i Shqipërisë, marrë në burg në mënyrë të padrejtë nga ana e kryeministrit të Shqipërisë, zoti Edi Rama, që nuk kishte të baje me një diçka të tillë, sepse zoti Ilir Meta është në paraburgim fal, domethënë, një hetimi që ka bën SPOK, që është një institucion krejtësisht i pavarur dhe që ushtron të drejtën e hetuesisë apo thuja të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të Shqipërisë. Tentativa e zotit Nikollowski ishte, domethënë, që të lunë rolin e një kosmopoliti, gjoja se është shumë i shqetësuar për mikun e tij, apo shokun e tij, zotin Meta, dhe zoti Snopçe i kërkoi që të jep një sqarim në drejtim të krejt asaj që ai ka deklaruar. Mirë, po gjatë paraqitjes personit në fjalë, domethënë ai u mundu të defokuson opinionin me gjoja, thuja, çështjen e gjoka, parkingjet, po. Ati parkingu të në fakt nuk është hera e parë që zoti Nikollowski përmend. Jo veç Nikollowski, edhe zoti Mickovski, edhe të gjithë tjerët me radhë, domethënë mundohen ta etablojnë në opinion gjoja se Gjoka Construction është në një mega skandal i cili thjesht zoti Taravari ka ndru anën e qeverisjes. Për hir të realitetit, për hir të informimit më objektiv të qytetarëve, realiteti është këtë ndryshe. Sepse zoti Taravari, domethënë, projektin në fjalë apo projekcionin e dokumentacionit të cilit ka qenë, domethënë, në fazën e realizimit të atij tenderi, domethënë e ka ndërprerë në fazën fillestare në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Po këtu nuk ka qenë problemi se është ndonjë aferë korruptive, po këtu ka qenë situata se është bërë fjalë për firmë shqiptare, edhe firma shqiptare nuk guxon të hi, domethënë, të aplikon për të marrë në koncesion thjesht atë parking. Sido që tjetë, to mundohen, domethënë, në vazhdimsi të përmenin një diçka të tillë. Po ne, si deputet të Aleancës për Shqiptarët, po edhe si përfaqësues politik, kemi bën thirrje publike. Ja dhe nga këtu bëjmë thirrjen publike. Qeveria, shteti, i ka të gjitha mekanizmat në dispozicion për ta hetuar rastin në fjalë. Zoti Taravari është i qasshëm.
është në dispozicion për të bashkëpunuar me organet e rendit, nëse ata ngrin një padi për rastin në fjalë. Pa deri në këto momente janë vetëm akuza politike. Deri në këto momente ata mundohen domethënë të bëjnë një defokusim të opinionit për mos ndëgjueshmërinë që kemi pas ne si Aleancë për shqiptarët në raport me qeverisjen apo në raport me zotin Mickovski, se zoti Mickovski ka menduar se ne si Aleancë për shqiptarët do të jemi në zhargonin popullor, do të jemi tastatura e tij, ai kur dëshiron të kalon ndonjë projekt ligj, na thot votone, kur mos dëshiron mos e votoni dhe në kësaj ne të funksionojmë. Kjo nuk ka kaluar ne dhe nuk kemi pranuar një bashkëpunim të tillë. Në shenjë të hakmarrjes për këtë që ai, domethënë, nuk ka arrit ta ketë në që ju po e cilësoni si mos dëgjueshmëri. Absolutikisht. Ai domethënë mundohet vazhdimisht. Po ja disa detaje tjera. Pse asnjë moment nuk është diskutuar për tenderin 20 milion euro që zoti Nikolovski e ka menaxhuar në hekurullat e Maqedonisë? Pse nuk flitet në asnjë moment për firmat e ndërtimit që ndërtojnë në Shkup, që janë domethënë nën kontrollin e tij? Dhe ai merr të drejtën, domethënë të gjykon raste të tilla nga foltorja e parlamentit. Foltorja e parlamentit nuk është ajo të cilën ti ta jap mundësinë çdo herë të thirrësh emra të përvetshëm dhe të thush gjithçka që ti mendon. Janë organet e shtetit. Kur ti pretendon se je funksionar shtetëror, ti duhesh të bashkëpunosh me organet e rendit. Urdhno denoncoje rastin në prokurori. Tash e kanë edhe krye prokurorin që është një ushtar partijak i tyre, kanë gjykatët, kanë policinë financiare, kanë ministrin e punëve të brendshme që është njëri më i ndëgjueshëm dhe më servil që mund mban historia e njerëzimit, domethënë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që është me një feforme thuja ajo call center i kryeministrit, edhe çdo moment ai domethënë ekzekuton ata që e kërkon. Ndërsa sa i përket rastit të djeshëm, duhet të kthehem. Zoti Snopçe përfundoi ata, unë kërkova të drejtën procedurale ku ju drejtova kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me një vërejtje, po. Me një vërejtje, në aspektin kolegial, se ai duhet të mban rendin në kuadër të Kuvendit dhe nuk mund të lejon çdo kush që del në foltore të thret emra të cilët nuk janë prezent atje. Dhe unë i drejtova fjalët e mia në drejtim të zotit Nikolovski, ku i thash se ai është përdore edhe terme edhe fyese vërtet. Njeri më i korruptum në kuadër të shtetit, njeri i cili thjesht e devijoi trasenë e korridorit 8. Domethënë korridori 8 duhet të përfundon në qafë thonës, sepse komplet infrastruktura e cila është infrastrukturë shoqëruese për bashkëpunimet tregtare, që është terminali doganor, që është vendkalimi kufitar për doganim të mallrave, ai e devijon në drejtim të Ohrit. Në Ohër përfundon mirë po vendkalimi kufitar që del në drejtim të Pogradecit apo në Shënaum, ai është qarkullim vetëm vendkalim kufitar vetëm për qarkullim të udhëtarëve. Dhe aty qarkullim të mallrave nuk ke. Domethënë qëllimi dhe destinimi i korridorit 8 është domethënë qarkullimi më i lehtë i mallrave. Deri në këtë momente do thotë sipas flitet për ato pronat që janë nga kërkesa UNESCO. Nuk ka të bëjë me ata. Nuk ka të bëjë me ata. Është qendrim politik sepse tani ju natyrisht sepse një deklaratë sepse zëvendës ministra e transportit e ka sqaruar këtë çështje, ka thënë për shkak të zonja Zekolli, po. Zekolli, un kam bashkëbiseduar me zonjën Zekolli në një prej emisioneve që kam qenë në TV21 ku ishte domethënë një ndërprerje e korridorit 8, ku ne si qeveri në atë kohë nuk kishim domethënë qëndrim ende se do të vazhdon korridori 8 apo nuk do të vazhdon korridori 8. Ndërprerja ishte në mes Kërçovës dhe Ohrit dhe atëherë domethënë un kam kontaktuar me zonjën Zekolli, që kam një respekt të jashtëzakonshëm, mundohet ta bën punën e saj. Se në atë pjesë ka një ndërprerje si rezultat domethënë një kërkesave të UNESCO-s. Po nuk e kam domethënë të detajume çështjen e këtij korridori. Saktë, deri në qershor do të zgjidhet. Çka është tendenca e krejt kësaj? Kishmi një deklaratë të Vučićit para sa kohë, domethënë që thjesht korridori 8 duhet të përfundon në Ohër. Dhe këta janë të dëgjueshmit e Vučićit, që Mickovski, Nikolovski dhe të tjerë detyrimisht i detyrohen për ta ndëgjuar, domethënë në
këto projekte. Sakt, për të kaluar tek tema tjera, për të pas qartë pasqyrën e asaj se çka ka ndodhur. Dhe gjithë çka ndodhi. Në momentin që unë përfundoj fjalimin, një deputet, nuk di me emër, nuk i njoh se jam deputet i ri në legjislaturën e parë jam, dhe dikush e mur të drejtën të komenton nga vendi. Në kuvent, mundësia për të diskutuar, për të kërku atë, edhe për të thonë atë që mendon, është foltorja. Dhe këta janë mësu zakonisht çojnë dorën, bërtasin, nuk di çka. Tene nuk kalojnë atë punë. Se nga njëherë kur e çon dorën dikush mundet edhe me ta thej krejt. Kështu që ishte një pra nuk ka pas përplasje fizike me jo, nuk ishte përplasje fizike, po ka mund të vjetë deri te ajo, po ndërhinën kolegët e mi, që i falenderoj që më kanë nxjerrë nga ajo situatë, falenderoj zonjën Diana Toska, Arbona Pasholli, Rina Hajdarin, kolegun Halil Snopçe, i cili duke njoft karakterin tim, u afru afër dhe më tërheqën, ndërhinën edhe sigurimi i kuvendit dhe u relativizu çështja, po thjesht këta janë të prim me të provoku, janë të prim me tregu arrogancën e tyre në momentet kur mendojnë se ti ke një kufi, ndoshta nuk mund të shkojsh. Në rastet të tilla, ne nuk njohemi kufi, nuk njohemi se deri ku shkojmë, kështu që çdo kush duhet të jetë i kujdesshëm për ata çka ja flet, se fjala publike është fjalë domethënë që mban peshë. Sigurisht, bashkë me fjalët edhe veprimet. Sigurisht. Mbrëm, pas ngjarjeve që kanë ndodhur në kuvent, për ngjarjet që po shpjegoni nuk kemi parë akoma pamjet, në ndërkohë në orët e vona u shpërndar një dokument në mënyrë masive, ku ju keni parashtruar një kërkesë deri tek sekretari general i kuvendit për të kërkuar video pamjet e fjalimit tuaj që keni pas në atë seancë. Megjithatë, në kërkesën ose në dokumentet që e kanë parë edhe qytetarët, shihet kërkesa që është e përpiluar vetëm në gjuhën maqedonase. Për të na shpjeguar më detajisht cila është esenca ose betejë kur bëhet me gjuhën shqipe, derisa kërkesa parashtrohet vetëm një gjuhë ose të paktën ta dëgjojmë versionin tuaj, sepse nga ajo që ka qarkulluar mbrëm, u krijuar një përshtypje që zoti Shaqiri betejën për gjuhën shqipe nuk e ka vërtet me sinqeritet të plotë, sepse kërkesat i parashtron vetëm një gjuhë. Shive, unë nuk du të komentoj se sa bojmë beteja për ta mbështetë apo për ta afirmu gjuhën shqipe në kuadër të organeve të shtetit, flet puna dhe kontributi jonë edhe në të kaluarën si familje që kemi bërë, po edhe unë si deputet që mundohem aq sa di dhe aq sa mundem ta bëj në kuadër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Është e vërtet se kërkesa ime është e adresuar edhe në gjuhën maqedone, po edhe në gjuhën shqipe. Pra në dy gjuhë. Po, i kam edhe dëshmit këtu me vete. Mu më vjen keq, se në momentin që ne, si shqiptar, deputet shqiptar, mundomu ta sulmojmë vëmëron, nuk merremi me as pak me vlenin, se fundit është ajo thonja famoze, Zot fali se s'din çka bojnë. Nuk kemi marrë asnjëherë. Unë personalisht asnjëherë s'merrem se s'kam kohë të merrem me ta, se e di kapacitetin e tyre. Ma i dje edhe më mirë, se edhe ke bashkëpunuar edhe me ata. Po, sigurisht. Edhe çështja ishte se ju jeni konfrontuar me deputet të Vëmëros. Ne kishmi përplasje me nënkrijetarin e Vëmëros, ministrin e transportit dhe lidhjeve, nënkrijetarin e qeverisë. Mu vjen keq se si mund të kenë një orkestrim të tillë kur ne si shqiptar ballafaqohemi me maqedont, portalet cilët i kontrollojnë ata neve na sulmojnë. Ja realiteti. Kërkesa është, domethënë vetëm maqedonisht, nëse mundet kamera ta fokuson. Kërkesa është e adresuar edhe maqedonisht edhe shqip. Kërkesës shqip as vul pranuese në arkiv nuk i mshojnë. Për këta duhet të flet Afrim Gashi, sa është kryetari i parlamentit. Dakor. Edhe ai duhet ta implementojë. Pra, sipas jush, lajmet e mbrëmshme janë të pavërteta dhe nuk qëndrojnë. Absolutikisht. Po ja tash, se sa është në përdorim gjuha shqipe në Parlamentin e Maqedonisë. Përgjigjen sot që e marr nga sekretaresha e parlamentit, sekretaria generale e parlamentit, është vetëm në gjuhën maqedone. Pra vetëm në një gjuhë. Po. Shtrohet pyetja. Kush është kompetent për ta
implementu apo për ta vënë në funksion përdorimin e gjuhës shqipe në parlament. Unë si deputet i opozitës apo kryetari i parlamentit i cili udhëheq parlamentin. Nuk mund të jetë parlamenti veç me pi çaj rusi edhe me hongër bakllavë. Sigurisht është ta pi çaj rusi edhe po bakllavë në kuvend. Është mirë domethënë është mirë të frekuentoni në kuadër të kuvendit të Maqedonisë. Ju jeni aty më shpesh, na tregoni ju se kush po pi çaj rusi edhe po bakllavë në vend se ta zbatoj gjuhën shqipe, sepse kështu e keni shkruar. Ata të cilët janë më të thirrur për ta respektuar dhe për ta implementuar gjuhën shqipe. Është kryetari i kuvendit zoti Afrikashi. Kështu që edhe shkresa, si shkresë është e keq përdorur ose nga Afrim Gashi ose nga kabineti i Afrim Gashit. Pra, nuk jam edhe keni shkruar pra se dikush ka përdorur dokumentin. Unë nuk jam edhe aq idiot sa mi nxjerr bisedat private. Për cilat biseda? Për çfarë përmbajtje? Për çështjen në fjalë. Okej. Kështu që unë do të bëj përpjekje, do t'i konsultoj juristët në kuadër të kuvendit edhe kësaj çështje të t'i shkoj deri në fund. Absolutikisht nuk lejoj që dikush që nuk ka guximin ta ushtron detyrën e vet për cilën është i votuar edhe i thirrur të keqpërdor, të diskrediton apo të mundohet të baltos emrin tim të familjes time. Familja ime, domethënë, e din gjithë shqiptarët, në momentet kur është dashur të jepet kontributi, kemi qenë aty. Në momentet që të duhet të jepet kontributi janë, do të jemi aty. Kështu që në asnjë moment nuk çalojmë nga ajo që kemi objektiv dhe obligim dhe synim tonin kombëtar. Nuk jemi mosh as e Gruevskit, as e Mickovskit, as e dikujt tjetër. Kam pas oferta të tilla që më kanë ofruar edhe pozicionin e kryetarit të parlamentit, edhe funksione të ndryshme, veç të jem me ta, por jo. Më afër do të jemi me ata të cilët thjesht kanë një synim që ta avancojnë çështjen shqiptare. Jo me ata të cilët thjesht mundohen që ta kthejnë çështjen shqiptare në prapari. Zoti Shaqiri, kur po flasim për kritikat që janë ngritur nga ju, që tani ju po i cilësoni si një fushatë orkestruar për të denigruar figurën tuaj, një gjë e tillë ndodhi edhe pak më parë. Ishin pamjet në kuvend kur kryeministri i vendit ju kritikoi për vendosjen e stemës ose flamurit në sakon tuaj dhe ju përgjigjesh se nëse do ta sjellin flamurin maqedonas do ta vendosësh. Pas këtyre pamjeve ka pasur një mal kritikash ndaj juve që në fakt krahas flamurit shqiptar keni vendosur edhe atë maqedonas dhe për këto vlera edhe familjare edhe kontributet tuaja që po flisni, do thotë ato pamje kanë qenë të papranueshme të paktën për këtë trup mbështetësit tuaj. Shifë, unë kam një numër të caktuar të spileve që... Ose të paktën, a jeni penduar për atë veprim, zoti Shaqiri? Nuk kam pse të pendohem, se ne betimin si deputet, betimin si deputet e kemi dhënë në flamurin e këtij shteti. E para, e dyta, në dokumentet personale tonët që i kemi, që i mbajmë në xhepat tonë, është flamuri i këtij shteti. Dhe shtrohet pyetja. Jo, askush nuk e mohon. Jo, shtrohet pyetja. Shtrohet pyetja. Ne jemi deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Apo veri jot po. Dhe flamuri zyrtar i Maqedonisë është çaj. Çaj. Që e kemi. Që e dim krejt. Që ka psu disa ndryshime, ndoshta mund edhe dikuj kur tin tekët dhe një shteti të fqinj, ndikojë edhe ta ndryshojë edhe diçka tjetër. Por flamuri im kombëtar ka qenë në pozicionin ku duhet të jetë. Ndërsa flamuri i shtetit ka qenë në pozicionin më poshtë se flamuri im kombëtar. Kështu që absolutikisht nuk ka të bëjë me ata se mu mban më pak shqiptar nëse e panam vënu flamurin e Maqedonisë. Ne funksionojmë këtë shtet. Kjo është e drejta, kjo është e vërteta. Mirë, po ja që në protestat e studentëve ki pa që nuk ka pas flamur të shtetit. Shif studentët janë... Se në base është çështje temë tjetër, po nëse marrëm një paralele krahasuese, studentët janë të diskriminuar nga po ky shtet. Studentët janë ata të cilët kanë të drejtën të parashtrojnë çdo kërkesë të tyre në kuadër të institucioneve të shtetit. Sa i përket asaj
se sa studentët e kanë përdor, pse se kanë përdor studentët flamurin e shtetit, kanë të drejtën e plotë, sepse ky shtet atyre studentëve nuk po ja mundson një të drejtë bazike që është e garantuar edhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve, por edhe me kushtetutë. Sakt. Dhe plotësisht i mbështes në veprimin që e kanë bërë. Nëse ka konsekuenca ligjore për ata, lirisht le të thirrën në emrin tim se unë ju kam thonë mos ta përdorin. Dakor. Mirë, duket që dje ka qenë dita kur funksionarët e Aleancës për Shqiptarët, pra të zotit Aravari kanë qenë nëse na lejohet ta quajmë në gjatë të pushtetit, sepse kishte konfrontim në kuvend në pushtetin qendror, ndërkaq në pushtetin lokal pashtu kishte një ngjarje ku këshilltari i Aleancës për Shqiptarët, zoti Huzeir Mustafa, ishte paraqitur në stacionin policior në Kumanov pas padisë që kishte marrë nga kolegu i tij këshilltar i koalicionit Vlen. Çfarë ndodhi? Për ngjarjet në kuvend sharuat në detaje se çfarë ka ndodhur tani, ta kuptojmë se çfarë ka ndodhur edhe në qytetin e Kumanovës, posaçërisht me këshilltarin e partisë tuaj. Shifne, zoti Mustafi, zoti Huzeir Mustafi është këshilltar komunal në mandatin e dytë në komunën e Kumanovës, është djalë jashtëzakonisht i përgatitur, është një ndër këshilltarët cilët thjesht ka dëshmuar se din të menaxhon dhe din të ngrit zërin atëherë kur duhet. Zoti Mustafi ka pasën një pyetje drejt kryetarit të Kumanovës apo kryetarit të komunës së Kumanovës, zoti Dimitrievski, ku i ka parashtruar një pyetje në raport me vendbanimin ku ai jeton, se gjatë zgjedhjeve lokale është premtuar se do të ketë një çerdhe që do të ndërtohet në fshatin Çerkez. Me të drejtë, e drejtë legjitime çdo këshilltari është në pyetjet që i parashtrohen kryetarit të komunës, mund të harton pyetje për sensibilizuar, për të njoftuar opinionin. Ku kanë ngel projektet. Edhe gjatë pyetjes që i parashtron Huzeir Mustafi kryetarit të komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievskit, përgjigjja e tij ka qenë decide dhe saktë se në buxhetin e vitit 2026 as nuk planifikon, as nuk ka mjete të planifikuara për një projekt të tillë. As nuk kam premtuar, thotë. Pra është fjala për ndërtimin një qerdhe në fshatin Çerkez. Pasandej ka pasur një padi nga një këshilltar nga ona e Vlenit, i cili thjesht e ka denoncuar rastin në polici, gjoja se zoti Mustafi shpif për rastin në fjalë. Mirë po zoti Mustafi ka qenë i përgatitur edhe me videomaterialet, edhe me dëshmitë materiale, të cilët thjesht i ka poseduar, të njëjtat i ka dorëzuar në kuadër të organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ta dëshmuar se e drejta dhe realiteti qëndron në anën e tij. Çfarë epilogu do të merr rasti në fjalë, të shohmi nëse ka parashtresë në procedurë gjyqësore, ajo është çështje që do të ngelet, shohmi në ditëve në vijim. Unë sot u takova me zotin Mustafi, njoftoj se dje ka qenë në polici, thjesht ka dhënë dëshminë e vet dhe presmi se si do të përfundon kjo epilog. Dakor, tani po rikthehemi sërish në kuvend, ishte çështje në kuadër të informimit më detajisht të publikut më të gjerë se çfarë ndodh edhe në pushtet lokal. Megjithatë, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat mori dritë jeshile edhe nga qeveria, pra nga Komisioni Venedikut kaloi në qeveri, nga atje tani është rrugës për në kuvend. Aleanca për Shqiptarët e ka cilësuar këtë që ligji Karakamishavës pra është shkakton pabarazi etnike dhe keni quajtur si skandaloz mbështetjen e Vlenit për këtë ligj. Ju si deputet i këtij kuvendi, a do ta mbështesni që në fakt është kuptuar që nuk do të ofroni mbështetje, por cilat janë arsyet pse nuk e mbështesni këtë ligj? Shifne nëse sepse e keni cilësuar goditje ndaj barazisë etnike. Nëse gjykata kushtetuese ka shfuqizuar atë thuja balancuesin, nuk do të thotë se ne duhet të pranojmë, të miratojmë një ligj i cili nuk ka masa ndëshkuese në drejtim të atyre të cilët nuk e respektojnë ata. Në këtë rast, në momentin që ti mbështet një ligj të tillë pa masa ndëshkuese, ti nuk sjell ligj, po sjell një rregullore. E rregulloria është akt nënligjor, i cili jetë në vullnetin e lirë të institucionit apo të personit i cili kryeson me institucionin, në vullnet të lirë, a do të zbaton ata, a do të respekton ata, apo jo. Ne sigurisht se në kuadër të
kuvendit në momentin që vjen, se ende nuk ka ardhur, për ta pa se çka përmban ai ligj, se ende nuk e dim se çka përmban ai ligj në detaje. Ne do të analizojmë ligjin, do të parashtrojmë amandamentet e tona, do të parashofim edhe mosa ndëshkuese ndaj personave të cilët nuk e respektojnë atë ligj, nuk e implementojnë atë ligj, nuk e zbatojnë atë ligj. Nëse gjithë ato vërejtjet tona përmes amendamenteve të cilët do t'i propozojmë pranohen dhe ai ligj merr një format tjetër, atëherë ne mund të ulemi të bisedojmë dhe ndoshta edhe mund ta votojmë. Po përderisa nuk pranohen amendamentet tona për të cilët kemi vërejtje, do të kemi vërejtjet tona konkrete rreth ligjit, ai ligj nuk duhet të kalon. Pra kështu si është nuk e mbështet. Shife, po nuk mundesh ta kalosh një ligj të tillë sepse ti ju mundson qeverisë momentale, ju mundson Mickovskit dhe strukturë. Sepse qeveria e cilëson si hap historik. Jo, i mundson qeverisë Mickovskit që ai të shpërfill ti, domethënë edhe në më tepër, edhe më shumë, edhe thjesht mos të kesh mundësinë që ti përfaqësojsh shqiptarët nëpër institucione të caktuara, ti degradon shqiptarët gjëja se nuk plotësojnë kushtet ligjore, nuk plotësojnë kushtet, domethënë përmes përshkrimit të punës, sistematizimit të punës. Ti kemi raste të tilla. Ja, kemi një rast në drejtorinë e postave, kemi një zonjë Arlindën që e kanë detiruar zonjën thjesht edhe në mënyrën më të keqe ta Po ka shprehur një revolt publike. Është diçka që thjesht në institucione nuk guxon ndodhe ajo. Kemi rastin tjetër që tash dëgjoj drejtoreshe thuja spitalit ginekologjik e ka fitu Londën pranvera, me sa e di, çashtu ndëgjova, e ka fituar në rastin në proces gjyqësor. Shive, ti krejt këtë mundësi ja jep dikujt që thjesht të keq përdor administratën për qëllime politike. Pse se thjesht dikush ndoshta ta ka vënë premtimin ti punson 3-4 familjar tut, ti punson 3-4 tafërm tut, edhe me një forme ti duhesh të jesh ai i cili thjesht ja suporton një projekt ligj të tillë. Kjo është një diçka që thjesht nuk duhet ta lejojmë si shqiptar, sepse është dëm që mund ndodh në të ardhmen. Jo rastisht pasoja fatxhat, sipas. Pasojat do të jenë fatale sepse thjesht gjenerata e re e studentëve tonë që po përfundojnë studimet janë me një mesatare të jashtëzakonshme. Janë fëmijë të artikuluar mirë, janë të përgatitur mirë. Nëse ti nuk i mundson atij që ai të jetë pjesë e institucioneve, nuk e ke të drejtën, nuk mundesh ta ndalojsh këtë. Unë i kam fëmijët e mi që janë studentë. Nëse ata thjesht nesër nuk e shohin veten në institucione apo në profesionet për të cilët thjesht janë të studiu, unë nuk mund t'i ndaloj fëmijët e mi. E shumë fëmijë tjerë. Nuk është momenti ajo të cilën thjesht ne duhet të pranojmë një ligj i cili do të bëjë një zgjidhje afatshkurte. Neve duhet të parashofim ndryshime ligjore për të cilët thjesht parashofim zgjidhje afatgjate, sepse fundja qëllimi i ligjit është domethënë afatgjatësia e implementimit të atij projekt ligji. Dakor. Gjithë deputetët që kemi pasur këtu kemi pyetur mbi atë se vlerësojnë rolin e kryetarit të kuvendit në menaxhimin e seancave dhe si qëndron puna me mesazhet që u dërgohen, sepse ka pasur edhe akuza publike që mesazhet pra çështja e gjuhës sërish dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase e të tjera. Ju si deputet, në këtë rast si opozitës, a jeni të kënaqur me menaxhimin e kryetarit të kuvendit? Unë kam dhënë vërejtjet e mia, edhe publike edhe gjatë seancave, i kam reaguar kryetarit të parlamentit për çështje të caktuara. Janë evidente, janë të qasshme informacionet, domethënë edhe për publikun, po edhe për qytetarët, se webfaqja e parlamentit, domethënë është fakt se funksionon edhe në gjuhën shqipe, mirëpo nëse klikon në pjesën e përzgjedhjes së materialeve, rendin e ditës e ki në gjuhën shqipe, mirëpo kur klikon te materialet i ki vetëm maqedonisht. Unë pavarësisht nga raportet politike që kemi, zonja Ilire Dauti që reagoi kishte plotësisht të drejtë. Po, në fakt edhe plotësisht kishte të drejtë. Edhe thjesht unë isha pjesë, domethënë e atij komisioni, po nuk jam antar, se neve na kanë hek nga çdo komisioni mundshëm. Po bëni probleme me gjatë. Po ndoshta do ja prishim matematikën, sigurisht. Po është çështja që neve, Halil Snopçen edhe Sadik Sulejmonin, nga çdo komision ekzistues që kemi qenë, na kanë hek. Është këtë në rregull nëse neve
nuk na shohin ato komisione. Po s'paku të kishin zavendësu me deputet të cilët marrin pjesë në komisione. Jo me deputet të cilët shkojnë për të fotografuar në komisione. Se fundja... Pjesëmarrja aktive, po. Trupat punuse të kuvendit kanë rol të jashtëzakonshëm në momentin që ti kalon komisionin edhe hin në seancë plenare, gjithçka përfundon. Mesjera Shiu, zoti Shaqiri, vini nga zona e Likovës, pra nga zona 2, sa i përket zonave zgjedhore, dhe në pyetje deputetësh, sepse kemi ndjekur edhe fjalimet tuaja, pra ju bëni pjesë edhe sipas asaj që ndjekim ne si gazetar në mesin e deputetëve aktiv në kuvend, dhe në pyetjet parashtruar ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor, zotit Muhamet Hoxha, keni ngritur një çështje sa i përket minierës në fshatin Llojan. Keni marrë përgjigje ku qëndron kjo situatë? Po, është fakt në mbledhjen paraprake, domethënë unë hartova një pyetje një pyetje drejt zotit Hoxha. Përgjigjen e mora të drejtë për drejtë, më premtoi se është duke punuar në drejtim të organizimit të mirëfillt të gjetjes së një zgjidhje sa i përket domethënë pastrimit të asoj miniere. Kemi lënë që bashkarisht në momentin që ai përfundon dokumentacionet teknike, të shkojmë ta vizitojmë atë minierë, sepse ashtu s'paku publikisht nga foltorja deklaroj, edhe eftova për një kafe në fshatin Llojan që njoftohet për safërti, domethënë me rrezikun që u kanoset të fëmijëve që mësojnë në shkollën e fshatit Llojan dhe Vaksinc, sepse fundit domethënë krijimi i kushteve të mira për nxënësit domethënë është detyrim ligjor, nuk mund të lejojmë domethënë që arseni apo ato kemikatet të cilët janë thjesht në minierën e Llojanit mund të rrezikojnë domethënë shëndetin e fëmijëve, sepse fundja e ardhmja jonë janë fëmijët. Mbase ju dhe zoti Snom që jeni ndër deputetët që më së shumti e përmendni çështjen e 5 ton kanabis që kanë kaluar pikën kufitare. Zakonisht kur keni polemika me pjesëtar të pushtetit, ju parashtroni pyetje në këtë drejtim se kush ka dhënë përgjegjësi për këtë çështje. Deri ku jeni në fakt me përgjigje sa i përket ngritjes së kësaj çështje? Shife, zoti Abedin, unë me ju njihemi edhe nga pjesa ku jetojmë, unë kam punuar në Dogan, diku 20 vjetë. Jo rastisht ishte edhe polemika ime me zotin Mickovski me çështjen e flamurit, sepse unë i njoh rregullat e funksionimit të qarkullimit të madrave në vendkalimet kufitare. Unë kam një respekt të veçantë për kolegët doganjer, cilët funksionojnë dhe punojnë në vendkalimin kufitar në Tapanovc. Dhe jam i vetëdijshëm dhe jam i bindur se atyre djemve, jo 5 ton, pas 5 gram nuk mund m'ju kaluan kufi. Se i njoh nga afërt ato njerëz. Unë i njoh aftësitë e tyre, i njoh metodën e seleksionimit, profesionalizmin e tyre. Edhe janë për çdo respekt. Dhe nuk mund ti të shitësh mjegull para opinionit se 5 ton kanabis kalojnë në vendkalimin kufitar dhe kufini nuk mundet mi hetu. Ta banalizojmë pak. E dini se me kalu 5 ton marijuan në rrugën këtu, rrugën kryesore, në John Kennedy, ne këtu bashkë ndim aromën e asoj materie. Edhe ti ta shet kopalla para popullatës edhe thua se gjoja në forma tjera. E dyta, kur licencohen ato kompani për plantacionin e marijuanës, ato kompani duhet në dokumentacionin e tyre që parashtrojnë në Ministrinë të Shëndetësisë edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ato kanë thuja elaborate të jashtëzakonshme ku në mënyrë të detajume e përshkruajnë se si do të jenë hyrje daljet domethënë ato plantacione. Shtrohet pyetja, pse Ministria e Punëve të Brendshme nuk i kthen kamerët e sigurisë, sepse asnjë plantacion nuk mund të jetë pa kamera sigurie. Kje premje tridimensionale të kamerave të cilët thjesht e kanë në mbikëqyrje komplet plantacionin. Pse Ministri i Punëve të Brendshme nuk kërkoi që ato video incizime të jepën prokurorisë edhe ta shohmi se kush ka qenë ai personi i cili thjesht
5 ton kanabis, Nuk nuk i ka pasë si ka ndarë. Fundja, gjatë ati plantacioni, ti duhesh të kesh normativ të prodhimit. Normativi ligjor të lejon plus minus, do më thonë flasë për pjesën e gjanave ushqimore deri në 0,5% këtë oscilime. Mirë po të çështja e kanabisit, teknologët të cilët edhe farmaceutët të cilët e njohin atë lami, din ta shpjegojnë mas mirti se sa është e lejuar normativi për hikje. Nuk mundet nga plantacionet me të hik 5 ton marihuan. Kjo është prallë për fëmijë. Këta mund m'ja tregu veç ati Toshkovskit, mundet m'ja tregu Nikolovskit, edhe strukturave tjera të cilët mund t'jenë dëgjushëm ndaj tij. Dhe jo rastisht reagimi i tij ishte domethënë kësaj me defokusu opinionin se unë i kërkova përgjegjësi drejt për drejt për ministrin e punëve të mregjshme. Dhe atëherë kur e prek ti aty ku ati i dhem, ai mundohet të defokuson opinionin. Unë publikisht prokuroria në të ngrije një hetim, le të shofe nëse janë këto unë që i thomë të pavërteta, flasëm, s'është problem. Mes tjerash, zoti Shaqiri ju mbrëm pra u sulmuat për çështjen e gjuhës shqipe, po si deputet i opozitës duke parë edhe aktualitetin politik, edhe reagimet e fundit të kryetarit të gjykatës kushtetuese, sot kur po flasim, a është në rrezik gjuha shqipe? Ne jemi duke u sulmuar në vazhdimsi. Prej moment që ne kemi ndarë rrugët me Vlenin, kupton, ma shumë na sulmojnë thjesht portalet e Vlenit, se sa na sulmon qeveria, sepse me një forme e shoh se këtu ka një tendencë. Zoti Taravari, kryetari jonë një partijës, ka qenë në vazhdimsi, domethënë në sulme, kam qenë unë në sulme. Përleqi, unë edhe kryetari i partijës kemi qenë në sulme. Pa ta e kanë sulmuar dhe prindin tim. Nuk di, prindi im është domethënë është pensionist, ka hallet e veta të pleçnisë, mundohet të jap kontributin e vet në sferën e zhvillimeve kombëtare, asnjë deklaratë publike nuk e ka dhënë as për njërin anon, as për njërin tjetër, edhe nuk di se çka kanë me ta. A me neve s'është problem, argumentet janë këtu, do të dalmi, do të ballafaqohemi, po askush prej tyre nuk e ka marrë guximin dalem me neve të ballafaqohet, domethënë face to face, edhe t'i ofrojmë ata të cilët thjesht janë argumente për të ballafaquar. Mirë, sa i përket çështjes së ligjit për përdorimin e gjuhës. Ligji për përdorimin e gjuhës, zoti Darko Kostadinovski, që është kryetari i gjykatës kushtetuese, më la përshtypje nga ana një deputeti u përshkru, domethënë lidhshmëria e Darko Kostadinovskit me zotin Mickovski, edhe thjesht në komplet përmes asaj që ai e shpjegoi, thjesht e kriju mozaikun për cilën thjesht e shohmi veprimin e tij politik në drejtim të çbërjes apo thuja të abrogimit të disa neneve të ligjit për përdorimin e gjuhës. Thjesht ata mundohen domethënë ta ngushtojnë hapësirën e përdorimit të gjuhës shqipe, vetëm në çështjet thjesht të deklarimeve publike nga ana e përfaqësuesve politik, ajo edhe në kuadër të veprimit të institucional. Thjesht ato do të mundohen të abrogojnë thjesht procesin e çështjen e përdorimit të gjuhës në gjyqësi, sepse thjesht ata duhen të kenë një monopol të plotë mbi gjyqësi. Pa ta thirrën në drejtë të komisionit. Edhe krejt këta thjesht në mënyrë indirekte dhe janë t'ia suportuar thjesht përfaqësuesit politik apo liderët politik të ton shqiptar, të cilët janë thjesht pjesëmarrës në qeveri, sepse asnjëri prej tyre nuk është në qëndrim preciz dhe koncis sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe. Ju si deputet të opozitës, çfarë do të bëni në rast se do të cenohet ligji për përdorimin e gjuhës? Çdo mekanizëm ligjor dhe çdo mekanizëm cilën na jep e drejta e deputetit do ta përdorimi dhe do të jemi në shërbim të mbrojtjes së gjuhës shqipe në kuadër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dakor. Tani për çështjet e Kuvendit diskutua mjaftueshëm, shoh që jemi afruar edhe ka pjesa e fundit, diskutojmë për Aleancën për Shqiptarët, partinë politike, cilës si takoni ju dhe tashmë edhe zyrtarisht Vulat u takojnë juve. Jeni në proces të ristrukturimit të partisë, keni një këshill organizativ që kujdeset pra për organizimin e kongresit të partisë. Ju si deputet, pra si Riaz Shaqiri, a keni ambicie
për të kandiduar për kryetar partia? Jo. Është fakt, domethënë se ne si subjekt politik jemi në fazën e organizimit të kongresit të partisë, kongresit të rregullt. Çështja gjithësore sa i përket vulave tona mori epilogun dhe presmi domethënë rikonfirmimin e gjykatës për ta thjesht verifiku atë që është si vendim domethënë i përgjithshëm i gjykatës së apelit. Jemi të punu në teren, kemi pas takime të vazhdueshme, duke filluar nga Llojani deri në Struk, me një forme kemi taku çdo aktivist tonin. A është e vështirë për ta ristrukturuar sërish partisë, sepse Aleanca për Shqiptarët është parti politike e cila ka pësuar më së shumti ndarje e përçarje? Unë kisha dashur të them se sulmet që janë drejtuar në drejtim të Aleancës për Shqiptarët kanë qenë domethënë sulme të njëpasnjëshme. Goditjet kanë qenë nga individ të cilët thjesht Aleanca për Shqiptarët i ka ngrit në nivelin maksimal dhe ju ka dhënë mundësitë më të mëdha që të jenë përfaqësues më të denj domethënë të Aleancës për Shqiptarët. Po ja që e kanë keq përdorur thjesht për kalkulimet e tyre individuale, thjesht i kanë bërë ato veprime. Për kë e keni fjalën? Shumë kohë, nuk ke nevojë të flasësh me emra, se fundja duket se tash thjesht mjegulla e riorganizimit të vlenit, domethënë thjesht pi konsumon, thjesht edhe pi përcjell domethënë harres. Sidoqë tjetër është çështje individuale e tyre dhe thjesht ato kanë zgjedhur atë rrugë edhe nuk shoh se duhet të komentohet puna e tyre. Nuk është e vështirë kur je i sinqert me aktivistin. Nuk është e vështirë kur ti thjesht shkon e bashkëbisedon me aktivistin. Tani zoti Shoqiri, kur flisnim për sinqeritet edhe në raport me aktivistin, ju pak më herët cilësuat që kryetari juaj është sulmuar shumë. Është e vërtetë që zoti Taravari ka qenë cak i sulmeve të shpeshta që është politikan që bën akrobacione të shpeshta politike? Jo, ma thuni një politikan, një lider politik, një subjekti politik i cili është më komunikativ me qytetarët se sa Arben Taravari. Nëse ju një ma thuni, tani mua nuk më takon, sigurisht, veç du ta përfundoj. Nëse ju e gjeni një lider të vetëm, i cili mund të jetë më komunikativ dhe më i qasshëm se sa Arben Taravari, unë jap përgjegjësinë maksimale. E dita. Jo, vetëm ta pastrojmë këtë gjë. Nëse për të qenë i qasshëm nuk mjafton vetëm kaq, duhet të jetë edhe i dobishëm për ata me cilët komunikon, sepse nuk mund të jesh ti i dobishëm kur ti thjesht bashkëpunëtorët më të afërt tu të sulmojnë. Edhe ti këpusin kont. Si mund të janë çështje të brendshme ju i keni si mund të jesh i dobishëm kur ti thjesht nuk mund ta llogarisësh akrobacion politik daljen nga qeveria. Nuk mund ta llogarisësh akrobacion politik personi i cili thjesht menaxhoi tragjedinë e Koçanit në mënyrën më të mirë të mundshme. E ti i thua bën akrobacione politike. Tash Valçi po drejtohet. Jo, dakord, unë vetëm interpretova që është ajo që në publik, po. Po kjo është një narrativ që është krijuar nga individ caktuar që pretendojnë të luajnë rolin e vetvendosjes në Maqedoni, po nuk e kanë as kredibilitetin e vetvendosjes, nuk e kanë as nivelin intelektual, po as qëndrimin politik të vetvendosjes. Vetvendosja bën propagandë, po vetvendosja qëndron në ballë të proceseve atëherë kur duhet. Këta nuk kanë takatin politik me qëndru në këshillat komunale, e jo në nivel të ekzekutivit. Mirë po, janë të primë për ofendime, kanë arrit ta krijojnë këtë narrativin, jo Gjoka Construction, jo Arben Taravari ban akrobacione të tilla. Është fakt se ne domethënë jemi konsultu me zotin Taravari kur thjesht ka marrë vendimin për me lëshu qeverinë. Ne nuk pranojmë të jemi kuklla në qeveri. Nëse qytetari thotë se kjo qeveri është të funksionu ashtu si duhet, në rregull jemi. Nëse kjo qeveri koka në shërbim edhe të shqiptarëve, në rregull jemi. Ku për çdo ditë kje 30 punësime Maqedon asnjë shqiptar, 40 punësime Maqedon asnjë shqiptar, degradim të shqiptarëve në çdo institucion, asnjë shqiptar, degradohen shqiptarët në pozicione, nuk je asnjë shqiptar. Edhe ato pozicione lokale që i kemi pas janë humb. Dhe nëse dikush mendon se këto janë akrobacione politike, s'ka problem. Ja, është funksionim. Tash do të shohmi se si do të jetë çështja e ligjit për përdorimin e keni fjalën për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ligjit për arsimin superior. Ju e dini se me ligjin për arsimin superior çka do të ndodhe?
Po, rrezikohen disa programe sot. Ja nga këtu, ju paralajmëroj se komplet struktura e Vlenit e voton atë ligj. Edhe flasim bashkë. Nëse çaj ligj është i mirë për shqiptarët, atëherë neve automatikisht dy universitetet ekzistuese që i kemi, Nën Terezën edhe Universitetin e Tetovës, ku unë vetë kam studiu, thjesht ne rrezikojmë mbillen disa programe mësimore aty dhe automatikisht duhet fuzionohet në një universitet. Dhe tendenca, qëllimi i këtij ligji është çajo. Pra që i bie që praktikisht ju nuk do ta mbështetni. Absolutikisht jo. As që vjen shprehje. Nëse mvaret nga votat me Badender dhe ato vota janë 3 votat tona që toka dhe qilla mu bë bashkë nuk kalon e ligj. Edhe kemi një çështje tjetër që duhet ta thojmë. Ne si Vlen në fillim a premtuam se do të bëjmë tunelin me Prizrenin. Tetov Prizren, rruga po. Nuk ka mjete financiare për projektin ideor. Këtë ja thon me garancion të plot. Ecni te unë nxirre e kam projekt buxhetin e vitit 2026 edhe jam nxjerrin në tavolinë. Kemi premtuar shumë projekte të tjera të cilët thjesht kanë ngel. Prezantohen se ka 2-3 punësimi. Unë fshatin tim ku jetoj në hotel, nuk ka asnjë punësim të vetëm. Asnjë punësim të vetëm. Në fshatin Likov nuk ka asnjë punësim të vetëm. Në fshatin Matec nuk ka asnjë punësim të vetëm. Si kanë në ato 3.000 punësime që i prezentojnë ato në fshatin Llojan. Nga ku ju vini, thumë në një punësim që është bërë domethënë administratë shtetit. Asnjë. Unë jam kontakt vazhdueshëm me aktivistët. Për çdo ditë jam në terren, për çdo ditë takohem me njerëz. Dhe informatat i kam nga dora e parë. Pra natyrisht që ata ju kërkojnë llogari edhe juve sepse po sigurisht se ne bashkarisht kemi garantuar një çast. Po nuk mundesh thjesht t'ja u plotësojsh kërkesën një aktivistit sepse thjesht dikush i ka bërë hesapat për vetveten. Dhe kjo nuk është në rregull. Mirë, në pjesën e fundit do të flasim edhe për çështjen e situatës aktuale brenda vendit, megjithatë për ta përmbyllur për Aleancën për Shqiptarët, si janë sot raportet ASH-BDI, sepse mbrëm deputetja nga grupacioni Zotit Cela, pra tashmë nga Lidhja Shqiptare, apo Aleanca për Shqiptarët nëse thirrën akoma, deklaroi që BDI dhe Vlen janë i njëjti brëm. Nuk du të komentoj. Mirë, jo, absolutisht, deklaratët e zonjës Dauti mos ta komentojmë, po qëndrimin e juaj dhe raportet aktuale sot BDI Aleanca për Shqiptarët. Si raporte, domethënë si Aleancë Kombëtare për Integrim që ishmi domethënë në zgjedhjet lokale, kemi funksionuar në mënyrë perfekte. Ka pas një kohezion brenda nesh, ka funksionuar. Rezultati ishte ai që ishte, thjesht ndoshta në vendet caktuar është çaluar me kandidaturët dhe ishte ajo që thjesht e kemi këtë rezultat, po është diçka që thjesht nuk mund ta kontestojsh dhe nuk mund ta mohojsh. Në aspekt të këshilltarëve jemi dukshëm përpara thjesht koalicionit Vlen. Ne raportet i kemi korrekte edhe me Vlenin në kuadër të parlamentit, po i kemi edhe korrekte edhe me gjithë deputetët në përjashtim të Zotit Cela dhe zonjës Dautit, cilët thjesht nuk komunikojnë me ne, arsyet pse nuk e di. Jo, dijen, ato tashmë dijen për shkak të. Po pavarësisht nga ajo nuk kemi edhe një bela familjare me ta, të cilët thjesht duhet shmangën deri në çat nivel. Komunikimi jon ka qenë i ofruar nga ona jon për ti përshëndet, për ti respektu. Duket se ka një hezitim nga ona e tyre dhe thjesht nuk mund të imponohesh në rezultat. Sot Aleanca për Shqiptarët BDI, si qëndrojnë? Raportet janë korekte, si di subjekte opozitare, kemi koordinim për ligjet caktuar, të cilët thjesht mendojmë se rrezikohen interesat e shqiptarëve. Bashkëpunojmë këtë drejtim dhe besoj se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilët thjesht Maqedonisë thjesht do t'ja trasojnë ndoshta edhe mundësinë e rrugës për të ecë drejt eurointegrimeve, sepse shifët kohëve të fundit, deklaratat e kryeministrit janë të jetë skandaloze dhe kërcënuese në raport me ata, të cilët thjesht është premtuese në zgjedhjet parlamentare që ishin, ai ka premtuese domethënë në afat kohë prej 6 muajve do të ketë ndryshime kushtetuese. Mirë, po ja që him në vitin e dytë të qeverisjes dhe
deklaratën veç edhe me një pompozitet edhe me një Nuk ka kushte politike, nuk ka kushte politike për të bën ndryshimet kushtetuese. Krejt asaj, domethënë, i dha mbështetje me krekosjen e disa deputetëve që janë në kuadër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët thjesht u mundun ta promovojnë si një akt patriotik, se nëse shteti ghettoizohet, thjesht to e ruajnë identitetin e tyre shtetëror apo kombëtar, po nëse shteti hapet në drejtim të eurointegrimeve, thjesht do ta ketë ndoshta mundësinë e zhvillimit ekonomik, po këto konsiderojnë se thjesht do të çbohen. Është vendim amatoresk, mund të thuhet, në staza afatgjate të politikës nuk mund ta diskutosh këtë si një veprim të mirë politik, sepse thjesht kur thuhet nga ana e një kryeministri në mënyrë të prem apo të decide një diçka e tillë, paraqitet si një tifoz politik e jo si një kryeministër i cili duhet thjesht parashtron pikat zhvillimore të shtetit, uljen e inflacionit, zhvillimin ekonomik, ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve, rritjen e brutoprodhimit kombëtar, krijimin e urave të bashkëpunimit në aspektin tregtar e shumë tjera. Shka është për të thonë edhe diçka shumë me rëndësi. Unë ditën që i parashtrova zotit ministrit të planifikimit hapësinor, i drejtova dhe një kërkesë, një pyetje ministrës së financave për të bashkëbiseduar në drejtim të marrëveshjes së CEFTA-s, që është Maqedonia si anëtare e CEFTA-s. Po. Edhe konform asoj marrëveshje, Republika e Maqedonisë së Veriut është e obliguar të respekton raportet bilaterale, multilaterale brenda shteteve që janë anëtare të CEFTA-s. Maqedonia është i vetmi shtet i cili thjesht i kundërshton apo i vënon në pikpyetje autenticitetin e atyre dokumenteve të cilët janë dokumente të verifikuara nga institucionet doganore të Unionit Evropian. Shtrohet pyetja. Pse? Sepse thjesht këta në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë dojnë me pengu raportin e bilancit tregtar me Evropën, përmes kësaj thjesht ata kompani, ata firma të cilët importojnë nga Unioni Evropian, automatikisht ju mundësohet që të bëjnë pagesa më të mëdha dhe përmes këtyre pagesave më të mëdha ato dojnë domethënë ta ngrisin deficitin buxhetor që e kanë domethënë në 700 milion euro, nëse përpjeston për kokë të banorëve borxhin publik del se çdo person që lind në Maqedoni minimum 8.000 euro i ka borxh shtetit, që as i ka prek, as i ka marr, as i ka pa ato parë. Edhe ti thjesht në vazhdimsi, domethënë institucionet kompetente ju dërgojnë kompanive, subjekteve juridike edhe personave fizik vendime për pagesa plotësuese. Dhe ato vendime për pagesa plotësuese janë domethënë në vlerë 120.000 denar, 90.000 denar, 80.000 denar, 70.000 denar, 60.000 denar, varësisht prej vlerës të deklaruar domethënë në dokumentet përkatëse. Dhe kjo krejt domethënë sot shoh se drejtoria e doganave ka paraqitur domethënë një indeks të zhvillimit të hirave buxhetore domethënë me një përqindje të jashtëzakonshme. E krejt kjo ka një impakt domethënë si rezultat i ngarkesës së qytetarëve. Qytetarët sot kanë rroga shumë më të ulta, kanë çmime shumë më të larta që paguajnë në shportën konsumuese. Shteti i ngarkon me pagesat plotësuese, i ngarkon me gjobat të cilët tash thjesht e implementuan çështjen e këtij safe city-t, i cili thjesht mënyrë të drejtë për drejtë do t'i gjobisë qytetarët, edhe krejt kjo është një sublimat i krejt asaj që këto thjesht kanë mjete në dispozicion për të vetmin qëllim që të kenë mundësi të menaxhojnë apo edhe të kesh përdorin ato mjete. Mirë, zotë Shaqiri, jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur, kështu ju meserash përmendet edhe kritika, një sër kritikash, po si e vlerësoni raportin e qeverisë kundrejt shqiptarëve, kështu një përmbledhje të krejtë asaj për çka biseduam deri sot. Deri tani. Unë jam rrit me politikën. Babën e kam pas gjatë kohë, domethënë përfaqësues politik. Unë konsideroj se kjo qeverisje mund të llogaritet si qeverisja e njëjtë që ka qenë në vitet 90-ta. Domethënë ku shqiptarët janë llogaritur vetëm për pjesëmarrje, ajo edhe për vendimmarrje. Dhe kësaj është domethënë përbërja e njerëzve tonë, cilët thjesht me një forme paraqiten në qeveri apo në ekzekutiv. Realisht kje ministrat të cilët thjesht janë të vënuar pa kurfar baze, a baza e ministrave është domethënë deputeti.
pa kurfar kredibiliteti politik. Thjesht janë të përzgjedhurit e kryeministrit, që me një forme i pranojnë urdhrat dhe detyrat e tij, e bojnë argatin për ta, edhe nuk kanë ndonjë paraqitje. Ti e shef zotin Bekim Sali, është zëvendës kryeministër i qeverisë për eurointegrime. Kryeministri merr pjesë në forume të ndryshme ndërkombëtare, në asnjë moment nuk e shef të rrugës që të afton zotin Bekim Sali. Zoti Bekim Sali jep një deklaratë për sa i përket zhvillimeve politike, del kryeministri e demanton. Ai tjetri del thot diçka tjetër, kryeministri del Dentist e quajtur po. Dhe krejt kjo është domethënë që shqiptarëve në këtë shtet t'ja ulin kredibilitetin politik. Dhe në këtë formë, unë ju kisha bërë edhe thirrje edhe atyre thjesht që fundit jam njoh edhe të kalumën edhe gjendjen e tyre financiare. Nuk kanë nevojë me nejt për një rrogë aty, se fundit jetën e kanë të mirë edhe në jetën private. Është mirë domethënë ne si shqiptar të organizohemi edhe një herë për gjithmonë të thojmë Mickovskit se me shqiptarët nuk mund t'ja dalësh si mendon ti. Ulemi, merremi vesh, jemi shqiptar gjithë, e shtrim dorën njëri tjetrit, se fundit domi që mund shkaktohet për gjeneratët e reja, gjeneratët e reja nuk dim se a do të jenë me BDI-n, a do të jenë me Aleancën, a do të jenë me Vlenin, a do të jenë me LD-n, apo do të jenë me Alternativë, apo BES, apo ku e diçka. Ato sigurisht se do të krijojnë një subjekt tjetër të ri, i cili thjesht do të performojnë vetë. Po thjesht ne t'ja trasojmë rrugën e cila thjesht është rrugë ku edhe Mickovskit, edhe bashkëmendimtarëve të tij duhet t'ju thuhet se ky shtet nuk mund të funksionon pa shqiptarët. Se shqiptarët janë ata të cilët thjesht kanë kontribu që ky shtet të ekzistojë. Mirë, ta përmbyllim me këtë, zoti Shaqiri. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.